Çmimet e energjisë elektrike në Ballkanin Perëndimor janë ndër më të ultat në Europë, por në të ardhmen ato do të rriten për shkak të shumë faktorëve. Termocentralet e çmyrit në Ballkanin Perëndimor nuk kanë vetëm kosto ekonomike. Ato janë kërcënim për shëndetin publik në rajon dhe bëhe gjithashtu, duke shkaktuar mijëra vdekje të parakohshme dhe sëmundje kronike, kryesisht e grupet vulnerabël, siç janë fëmijët. Pasojat shëndetësore që janë nga ndotja e këtyre termocentraleve shkaktojnë një kosto shumë të lartë dhe në kujdesin shëndetësor, e cila në Ballkanin Perëndimor përllogaritet nga 1.2 deri në 3.4 miliard euro në vit. Po në rajon, si paraqiten çmimet e energjisë së ripërtritshme? Atëherë, çfarë duhet të bëni për të paguar më pak dhe në të njëjtën kohë të ndihmoni vendin për të kaluar tek energjia e ripërtritshme? Aplikoni për subvencione që vihen në dispozicion për instalimin e teknologjisë së energjisë së ripërtritshme në banesat tuaja. Për shembull, Ministria Serbe e Minierave dhe Energjisë ofron mbështetje për familjet që instalojnë panele diellore në çatit e tyre, kolektor diellor dhe pompa termike. Gjithashtu, ofrohen subvencione shtesë që të bëni përsumër, pra të prodhoni energji elektrike nga panele diellore, të vendosura në çatit tuaja, ta konsumoni energjinë e prodhuar nga nevojat tuaja dhe të pricën e prodhuar ta shisni, duke ulur kështundjeshëm çmimin e faturës së energjisë elektrike. Merrni pjesë në konsultimet publike dhe firmosni peticione për më shumë energji të ripërtritshme. Bashkohuni me nismat vendase që zhvillojnë projektet e energjisë eolike, diellore dhe biomasës. Ekzistojnë 2 kooperativa energjetike në Serbi, të cilat po zbatojnë projekte në të gjithë vendin dhe së shpejti banorët mund të bashkohen komuniteteve të energjisë pas disa ndryshimeve në legjislacion. Informohuni dhe merrni pjesë.